Tupo. Përshëndetje miq të gazetës Demos dhe të podcastit Tupo, mirë se po takohemi edhe në këtë të shtunë. Në momentin e parë që ne përmendim malin e zi, mundet direkt më na shku mendja që të deti, të pushime, të vera. Po sot nuk kemi me diskutu për detin, për ujin, për verën në përgjithësi, po sot të ftuar e kam një person pra nga mali i zi, cili është këngëtar, e që është ndoket, muna me thonë kështu barabart me ata këngëtar që janë tunaj çmend shqiptar, kështu që sot me mua bashkë në studio është David Dreshaj. Përshëndetje David. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty që ke gjithë kohë për me ardhur mas pare. Kështu që ai patë të vështirë rrugën për me ardhur deri këtu nashta. Me shumë kënaqësi seriozisht, edhe faleminderit për fjalët, për prezantimin e bukur. Më luftova shumë. Faleminderit shumë seriozisht. Luftova shumë, a? Po. Jo, unë liftoj çat sa meritoj njerëz. Prit një herë më pas jam, përgjigjes jam. Jo, unë besoj shumë, kështu që Bego. nëse dikush nuk heziton më ardh me një intervistë kur e fton dikush, edhe është ashtu direkt i çastshëm, s'ka çka me dalë diçka e papërpritshme prej tina. Normal. As pak spirituova, më thon drejtën se jo kom ndjek punën, ma kanë sugjeruar edhe kolegë të emisionin e juve dhe me shumë qef, me shumë kënaqësi. Pak rruga është e mundishme se i kam 4 orë gjysmë deri këtu. Prej Tuzit, po ja vlen. Se kena me kalu mirë. Kështu që besoj që kena me kalu mirë. Emrin do të thonë tepër të veçantë, edhe mu po më intereson kush ta kalon emrin. Shumë pyetje mirë se nuk më kanë pyetur më përpara, po e kam mbrojtur si përgjigje kur të më pyesin që më u tregu për më se si ka qenë. Halla e babës, nga ona e familjes babës, ka po në një kalendar kur kanë dashur me vendos kur po shkojmë në spital nuk pe kem emrin. Po. Cilin pja vendosim se atje të na pak janë zakonet që po ditë që lind me pa emrin ose përpara me mendu, me gjet. Edhe nuk po dim. Baba ka thonë apjalom Nikol. Oh. Pak i ron. Edhe ka thonë halla babës po pe shon kalendar po David. Se ka qenë një kalendar atër në asokuar në vendin tonë David. Me emrin David edhe pa nuk ka koj keq. Pjallajnë David. Kështë prej halës bafës. Pas kalon hala e babit emrin. Para me ndo sa interesante. Po, por plus gjenerat tjetër, frym tjetër, kohë tjetër. Edhe më kalon emër modern edhe më ka bon derë se jam i vetë një artist shqiptar me emrin David. Fal. Më identifikojnë më letë. Po dhe fix, dhe më thënë edhe shumë emër artistik. Unë menova që ki me thonë që ta kanë lonë prend. Heq nuk e pritar se dikush ma i më shumë ka umit me ta lonë. Edhe unë ka menu që nona e baba, por jo, kur ma kanë tregu. Do më ati ko ke që ditë. Po, për festat që i kena në muj ngusht familjare, kur vjen halla e babës, a din që ta kom, a ke harrua që ta kom, jo, asjerë zare. Ku me harru, dhe më thamë po ta përmen, ka ashtu që, po, one ta kom ljonë emrin, Se i duket, a din si ma holle, se si vendit ku jetoje të ofër me mith, që Davidi po bangë suksesën muzikë, atër i duket se më ka bon derë dhe krenari që ajo ma ka në emrin. Të thonë ajo unë ta kom jap një qështyne ty. Po pra, unë ta kom... David një që ke emrin të veçantë, unë menoj që edhe frymen të muzika e ki që ashtu të veçantë. Kur ke menuti që aty ka qenë momenti, ose cila menon ti që ka qenë konga me cilën ti veç ke dhez, që shtu në Kosovë. Po, këtë temi me dhezë. Do më thonë, mendoj që letra njoftimit e imja, ku më kanë njoftë shqiptarët e onën barë shqiptarisë, ka qenë asoj, kënga që i kam dedikuar surprizë motrës në ditën e darës me soj. Dhe sot e kësaj dite emocionom kur e dëgjoj se kur e këndoj, se më pëlqen shumë dhe kam një lidhje shumë të mirë dhe shumë të ofërt me motrën. A kishte pritur një pjesë të refrenit të asaj këngë për neve? Jo, e kam kënduar shumë vende, po pe këndoj për... Përbes, veç kisha dash me një dhe inshallah nuk më emocionohesh. Jo, se tani janë bo disa vite që ka dole, jo. Po kështu me e këndu për dikon ose në i darësim që ma kërkujnë për shumë vajza e Ogjës ma ka kërku kur është martu, ti u dhe ma këndo këngën e motës dode. I kam thonë, po nuk shkën, po du. Mirë, i kam thonë, s'ta prishi. Do më thonë, po ta kërkoj kanë edhe qikat e tjera. Ma kërkujnë, për zotin. Lidhen diqysh si tjo kishte shkrua tyre vlau, jo une për motrën time. Refreni shkon, kjo këngë të përqafon, të dua si më don. Shpit, ky shpitim, o ka tëfton. Ajde digje ti, o unë për ty popi, godën lartë bo e mbaj.
I lumtur për të qoj. O hajde DJ ti, dy zemra sot le të boheni, lotët për të simboj, lotët jo do të simboj. Sa je I lidhur me motrën? Shumë. Se sigur ti ashtu shumë I lidhur me ta. Shumë seriozisht. Se na 3 vëllezër një motër, kështu që unë kam relacion shumë mirë me motrën. Vllai im me vllaun e vogël, unë jam I treti. Po. I treti fëmijë. Edhe çu e ka prita ajo këtë këngë? Shumë emocionuese. I thosha gjatë interpretimit se e kena pas one take shot. Shumë interesante me produksionin që e kanë xhiruar së kohë. Po doli, po mos doli do e publikosh me foto, si audio. Po. Edhe e shisha se u emocionote tu jaknu unë, ishin njerëz rreth nesh në Dorsëm. Se këngëtarja që këndonte në Dorsëm tha vllai I motrës ka një surprizë për motrën, edhe pastaj I thosha se ka emrin Sondra Ryse qaj. Mos qaj, kur vinte kamera me I marrë detajet nga mrapa, se ishte just one take shot, 3 minuta, nëse del. Do vesh mos qaj, se shisha se u durote. Shtrengua ajo tankohen. Cila është një këngë jote që të pëlqen më shumë te flut na mos më bëj sikur artistë të tjerë që thonë se ngojën e veten, e ngoni veten sigurt. Unë I dëgjoj produktet para se I lançoj. Ja u nxjerrin ndyrën, kështu që thuhet, ja u shlyj ngjyrën, po pastaj vetëm çam bën në performanca nëpër evente se derisa lançoj absolutisht I dëgjoj shumë edhe pastaj më bën bajat para se I publikoj. Kur I publikoj nuk e mbien as më pas me nimo veten, po cila më pëlqen shumë përpos këngës motrës, se mundem më thon kështu, është Diabla me Young Zirken, që është në bashkëpunim. Okej. Është shumë një këngë karakteristike dhe shumë interesante. Okej. Më intereson atë çush kanë prit fans aty, çush e ki raportin me fansat. Shumë mirë, kushdo që për moshën e sjell respekt edhe shumë qejf që na dojnë, I duam, kur më kërkojnë foto më japin shumë satisfaksion edhe më japin vullnet edhe energji të mirë pozitive që më vazhdo më punu dhe më shumë edhe nesër prap mund taku me ta edhe mas festivalit dhe para edhe gjatë performancës me I këndu këngë bashkë. Cili ka qenë ai rast më I veçantë, nëse na I take me dikën me një fans ose fans tondin? Se direkt më shkojnë në mendje, e kam pas një performancë mos ka bëjnë në Tiranë edhe mas performancët ka me mulemru një vajzë, më duket që ka qenë grubile, grua martume, tha erdhi me lotë edhe tha ja zëri jot kështu më bani mua, kështu që më ra mirë shumë besoj. Wow. Domethënë aty kam thonë mission complete, misioni kompletu, përderisa bëj diko me lotë në faqe, por edhe pesoj shumë bukur edhe shumë mirë me erdhi se dikush as nuk ta kish shpreh, kish vazhdu jashtë edhe edhe këngë bafsh, po shkoj në shtëpi apo vazhdoj me kajt. Po. Kështu që tha kështu më faleminderit shumë I thash. Po më vjen shumë mirë se për një me unë mendoj që nëse një muzikë është e mirë atëherë për një me ti ke me ndje qatë shumë. Vokalin më ka komplimentuar se s'duhet me ndru, duhet me thonë të vërtetën. Tha vokali jote më bani, tha. Wow. Ti je domethënë prej çasoj zone, prej Malit Zia, tu ka janë shqiptare, ka jashtëzakonisht shumë njerëz halo atje, po më intereson sa I kanë harru zakonet tani prej juve, se prej neve po më duket që ka nis milionana shpak. Jo, nuk mendoj se as prej juve, përsërisht me lënë ignorancën onash nuk I kanë harruar as pak. Për çdo fest të nëntorit festohen festa më të mëdha, bëhen xhiro me makina me flamur shqiptar, kështu që Tuzi, Plava Gusia, si e madhe. Plot qytete tjera janë shqiptare dhe në Tuzi janë 15-16.000 shqiptarë, kështu që na me shumë tani vonë më se po I hyn politikës edhe temave pak më të rona, e kena vendosur edhe statujen e Skënderbeut në shesh në Tuzë. Super. E kom pas edhe Malsorin me një intervistë këto dhe ma ndej po më duket që ma ka tregu që ta nëse nuk po gaboj. Kështu që po du me tregu se jena krenore dhe e ruajmë me shumë fanatizëm atë pjesën. Kështu që po besoj që jo e bëni ma shumë se sa na më duket ka njëherë. Po ndoshta edhe malli që jena jashta Shqipërisë e Kosovës, edhe e ndjejmë më shumë e na duket se jena pak të asimilum, po nuk jena seriozisht tani që nga kohë që Tuzi ka fitu komunën e plotë është shumë më mirë edhe që ka kryetarin shqiptar. Edhe mendoj që është në rregull tani. Vetëm
duhet të jemi shqiptar për njëri tjetrin gjithmonë ajo qëndron edhe. Na e përmendëm Tuzën, e mu më njëherë sa e përmendi Tuzën, më vjen men ata artistat anena që janë, Malsore, Nikolnik Prelaj, Gjyste Vulaj, që qëndron raporti ose mendimi yt për ta po më intereson. Sa jeni të afërt ju me njëri tjetrin, ju artistat që veç jeni atje andej. Mirë, ata janë trajekte, ato janë zhonër tjetër, po secili është i suksesshëm edhe besoj që un kam respekt seriozisht për secilin si nga ona ime si për secilin artist dhe artiste shqiptar që investon çado mundësi, lek, kohë, energji për ndërtu diçka nga karriera vet. Kështu që nuk janë kot aty ku janë edhe secili është i suksesshëm dhe arritshëm në profesionin e tyre. Edhe më vjen mirë që malësi e modhe Tuzi ka talenta shquar që i njeh krejt shqiptaria edhe pako nuk e mbjen shumë me konën në shoqëri se ato janë zhonër tjetër, kanë shoqëri tjetër, unë kam pak më moderne, pak më pop edhe komerciale, kështu që unë jam më shumë ka artistat e rinj, ka rinia. Me ata shoqërohem më shumë, veçanërisht në Kosovë kam shumë shoqëri. Nëse të kish ardhur dikush ta kish bën ftesë, edhe të kish thënë njërin prej të treve me përzgjedh për mi bëni bashkëpunim me ta. Me cilin kishe bashkëpunu? Me cilin mendon që tu kish përshtat gjyra zonit? Po themi pra Gjyste Vulaj pasi që është femër edhe motrën e kam martuar me Vulaj. Për çfarë e kia? Jo, unë pak më jam transparent se s'kam pas as bashkëpunim me një femër, kështu që hajt themi ndoshta ishim përshtat. Se s'ke pas halo bashkëpunim me një femër. Po nuk e di, çdo herë kur ka nis diçka rrugës, ka dal edhe kur se kena finalizuar. Por do ketën të armën, premtoj. Ç'është duket Gjyste Vulaj si artiste, masi veç tha edhe vet që kishe bashkëpunuar me ta. Gjystja është unike, është origjinale në stilin e vet, ka vendin e vet të publikut të tregut shqiptar. Ka thyrë tabu dhe rregullon kohën e vet, kështu që çam të them më shumë respekt edhe gjithkush e ka formën dhe mënyrën dhe stilin e vet se si me u qaste publiku dhe si me sill artin e vet. Po, fiks. Ti e përmende thyrjen e tabuve dhe për ne mdokut na shqiptar jemi të vetmit që kena thyrë tabun shumë gjithçka, kena lënë gjë pa ja nxjerrë mënyrën që thati më herët. Qysh mendon ti që e kanë prit në Toz ose në përgjithësi në Maltëzi, Gjyste Vulaj, të e pas parasysh që për ne e bën një lloj të muzikës ndryshe, nashta jo komplet llojin e muzikës ndryshe, por paraqitja e skenike, gjithçka që Gjystja ka bu, ka qenë e veçantë në mënyrën e saj që e ka sjell ajo. Po kuptoj. Qysh e kam prit, un jam gjenerat më e vjetër. Më e re, më falni, ajo është më e vjetër, kështu që un kam qenë fëmia atëherë, na si fëmijë dëgjoheshim shumë. Janë rritur në muzikat e saj. Po nuk e di. Njerëzit kur sinoni thashë themet, për çdo frymë publike, për çdo artist, kështu që asaj bravo dhe i lumt që ka bërë sukses në një kohë që kanë qenë vite të vështira, duhet të thënë, edhe mendoj që unë e pata lexuar një term se s'po du me diplomaci me ik pyetjes se e përgjigja në formën në mënyrën time. Mos tani nuk lëmë ik. Jo, s'është, mundova në mënyrën në formën time me përgjigj, sa më sinqerisht, po e pash një term diku te një intervistë Madonës, një artiste botërore, tha dikush, sa tabuja është në vitet më përpara, edhe në vitet e 80-ta, 90-ta, sot është shumë boring, tha, shumë e mërzitshme, e bezdishme me kon i famshëm. Po. Kështu që më bani shumë përshtypje ky komenti, se i kanë gjithë, i kanë kry, kështu që sot është shumë interesant, thoshta, ai nuk jep shumë satisfaksion. Po fiks çajo është, domethënë se diçka kanë bëu këta në vitet e 80-ta, 90-ta, për neve më shumë e lehtë, na kena rrugën çel, mujna me bëu çka dojna, s'na thot kërkush kur gjumë. Ti vetë sa ke sjellë edhe një këngë 3, domethënë te ke bënë remake, ai thon remake? Përpunim. Okej, një përpunim, që po mdoket këta artista që tash jeni të bën, nuk e di pse çka po doget interesant, që po kthani këngë të vjetra, që shepretën këngën, domethënë e ke bu me Pjemin edhe me Dogsin edhe kongën Kymarak? Kymarak. Po. Është një këngë ulcinake shumë e vjetër, ndoshta i ka edhe 65 vjet që është kriju në momentin e parë, është këngë popullore, nuk ka drejtë autoriale, kështu që e patëm me Engrin Versal, producentin nga Shqipëria, që është ide e mirë që ta rikthejmë, është një gjë ndër këngët që nuk i ka shku dikujt ndërmend ende me përpunu, se tha merret ti si ide se kur është ideja ime unë e them, kur është ideja dikujt tjetër unë se kam problem me thonë gjithsesi. Tha merret si ide se je veriori e malsori i pjesës anës andej Shkodrës,
që se I shkon dikujt atje se është këngë ulçinoke. Edhe me nxi pres me kënu në për klave, me I thon DJ-t ulja refrenit që me I di dëgju krejt ky marak Maroko I shkret, me nxi po pres. Sidomos në ulçin. Bash, fix, ane ka më konë që kjo verë po mdoket on top tash, plus edhe ja u keni kthyni kohë. I hope so seriozisht. Me nxi po pres me kënu edhe me po reaksionet e tyre se unë ati lloj reaksionit jo rrjeteve sociale më edhe jo gjërave online nuk ju besoj as shumë se du me po emocionin live se si ma japin edhe sa ma këndojnë. Pastaj frazat, strofat ja kemi bërë përputhje me refrenin edhe kena eksperimentu pak në fjalë edhe pak më moderne, pak më rinore, përshtatje edhe me ritmin edhe me beatin, kështu që ka dalë diçka shumë interesante. Se mua pëlqen shumë edhe në moment fundit se ndoshta po flas shumë. Jo, s'është problem. I kemi ftuar edhe Pjemin e Dogzin që janë dy DJ-t më të mirë në shqiptari momentalisht edhe ju ka pëlqyer më njëherë materiali, ideja edhe janë fut në këngë si Musafir dhe sot e gëzoj një bashkëpunim me ta dhe besoj që në krejt diskoteka do lëshohet dhe do luhet gjatë sezonit verës. Në Kosovë ku dëshirojnë Pjemi dhe Dogsi, pe di që ka më konë kjo këngë, se nuk ka shansa mos me lëshuat atje. Kështu që po më duket edhe ne kam e kthyer me këtë këngë që të verë. Vetëm më dërgoj një video që unë me I bëre post. Pa problem, kështu që po gjithçysh. Se shkon pasaj zinxhir, shkon rrjet. Fix, shkon rrjet kjo. Na shqiptarët e Kosovës, domethënë kena më duket një lidhje tepër të ngushtë me Ulçinin, ashtu na lidh dete, thash edhe më herët, qysh e kite relacionin me këta shqiptarët e Kosovës kur vin atje, atë fton dikush prej tyre mu taku me ta atje. Po, më ka ndodhur, po unë tani më shumë shkoj në Budva, po edhe Ulçinin e frekuentoj goxha shpesh gjatë sezonit verës. Edhe kur kam në koncert atje, po më ka ndodhur, po, për shembull me ndonjë DJ, me ndonjë shok që vazhdosh mu taku para eventit ose apo kalon këtej se këtej jem pe homni drek ose kështu se çush e pretni ju shqiptarët e Kosovës në Ulçen? Se unë thash na jena tepër të lidhur të ngushtë me detin e juaj. Po besoj që mirë se unë nuk shkoj shumë shpesh tani se ka shumë njerëz edhe nuk kom qenë pak qetësi, kom qenë privatësi se kjo puna e muzikës është shumë zhurmë. Po. Edhe me nxi pres me I pushu vesht edhe trunin që me reflektu pak për veten. Se s'kam qef me shku ku ka shumë njerëz jo për diçka, po kom qenë me lexu ndaj libër, me lëshu ndaj muzikë klasike. Edhe këtë pjesë po ta them. Dhe më qetësu për veten me shiu plazhin edhe pamjet, po besoj që mirë, mendoj që mirë, nuk e di. Sezoni verës, domethënë te pjesa e Ulçinit është gjithmonë fire, çu thonë këta tri, domethënë muzika jeta e natës zhvillohet tepër shumë sidomos në këtë kohën e verës. Sa të bën ty me kënu, me kon pjesë këtyne gjatë verës atje? Eventeve. Po. 2 vitet e fundit kam performuar 3 herë në Ulçin, kështu që ka qenë një përjetim shumë I bukur. Më kanë prit mirë, mi kanë kënu këngët. Dhe jeni parë ku kam shumë ma kanë kënu këngën e motrës që ka ra shumë mirë. Edhe pastaj më telefonoi dhe Kriketi, I cili ka prodhuar këngën. Tha shumë mirë, ta kishin këndu, po I thom, a din kush e ka prodhuar këtë këngë? Po tha unë. Okej, super. Që besoj edhe me 31 maj do jemi në Ulçin, në shesh. Kështu që me artistë të tjerë që I duan edhe I njohin publiku shqiptar edhe besoj që do kalojmë mirë. Cila është lidhja jote me Kosovën? Çka të lidh ty me Kosovën? Muzika. Fillimisht. Se më duket diçysh e don ashtu. E du, për një me e du, edhe shoqëria, njerëzit sa qelt janë, sa të shoqërushëm, sa mikprica dhe sa janë të gatshëm gjithmonë me ta shtri dorën dhe me të ndihmu. Edhe jashta muzikës edhe jashta gjërave që ty munden me t'u dashur këtu. Ka gjëra që atje nuk janë, këto është shumë I avancuar dhe I përparuar arti, siç biseduam edhe së bashku. Muzika, fillimisht producentat, artistat, të gjithë shumica jetojnë edhe janë shpërngul këtu, edhe është si një Hollywood I vogël, unë preferoj me çujt veçanërisht Prishtina dhe na po I kena edhe dizajnerat edhe me make-up artistët që kanë depërtuar në botë nga Prishtina. E vërtet është fiks. Domethënë për më ka avancuar në të sferat mundna me thonë. Senzacion I papam, domethënë bravo shqiptarëve dhe gëzohem edhe më rritet zemra për çdo shqiptar që arrin në çdo sferë dhe profesion sukses
të mall dhe që depërton nga vendi vet. Kjo është më e Kjo rëndësishme e rëndësishme. që me konë vetvetja në kreativitet. Mu po më intereson sa e kupton dialektin e Kosovës, ose cila është ndaj fjalë që Nuk e di. kur e ke një herën e parë ke thonë shka u ka thot më çka. Po janë disa fjalë, Okej. po janë disa fjalë pak më të pisa kështu s'pash. To me thonë është një fjalë pestat pas ka ra. Po se ato si nisha ndoshta, Okej. se ishin u thoshin në mënyrë edhe në formë tjetër, po nuk janë për televizion, nuk janë për formate televizive. Po më intereson çka është diçka që... Por ta them pas dojnë. Okej, po Se na... Mas kamerave do më thonë, a? Pas ka më thonë diçka mas kamera, kështu që pekim në intervistën së shpejt, jo në fjalë tjetër për shembull. Po e kam dashuru edhe dialektin se në fillim më bënte më shumë se unë jam geg nga dialekti dhe flas më rënd se me prerë jam nga Shkodra, po kur jam do kufit kemi mbet nga ona Majsis Molle të Malit Zi. Dhe po du me thonë që më njerë jam ambientu edhe jam përshtat se edhe na flasim pak më rënd. Po edhe kam mësu fjalë të reja, të cilat mbjen shpesh me i përdorur në tekstet e këngëve, që sot më shumë preferohet edhe publiku i dëgjon vetëm tekstet me dialektin geg dhe me dialektin që folet në Kosovë. Dhe kjo është shumë gjë e bukur se këngët dalin me shmek, me stil, se në dialektin tosk dhe dialektin gramatikor, le ta quajmë kështu. Me që je që ka shumë i lidh me Kosovën edhe gjuhën tonë vetë se pas ke mësu kështë, po më intereson a e kështë marrë një qik prej Kosovë, a e kështë martu me një qik në Kosovë? Po, thonë dashuria nuk të pyet, po... A shka pyet? Ndjenjat, edhe unë dip të këtë përgjigjet si shmi për në ti. Okej. Po bëj shako, po kur nuk i dijet, never say never thonë. Po a kishe mujt për shembull me kon bashk me një shik të Kosovës? Për shembull pak distanca, se normal me çat sa kena bisedu na dy, ti je tepër shumë i lidh me familjen edhe kishe dashur me jetu atje me ta. Po përderisa zakonet janë përderisa më zell mu të zhvar vetë të unë. E vërtet. S'ka distancë mo. Po e vërtet. Do të ishe martu direkt, as ka fejesa e Jo, kam i më pëlqejnë këto se jo bën pak qefin edhe familjes, po dashme nisha fokusu më shumë se fejesën. A menon që kishe jetu nusja jote me prindët tu dhe me ty bashk? Apet po thëmë të pas parasysh që jetë tepër shumë i lidh me familjen, edhe po mdo këtë qikat në ditë sotit jenë të pas pak problem me jetu me vjehri, kështu që i thojnë anë në Kosovë, ju së dhja i thoni vjehri dhe jo. Po, njëjtë. Okej. Po, unë gjithsesi preferoj privatësinë time, dhe më pëlqen me jetu vetë, po në barabër kisha zgjedhë dhe unë i pari me jetu vetë, si familje, kështu që në Tarmën, kështu që përdesat jam... I kisha e lënë prind, ti kisha dalë me jetu me nusën, a? Po nëse jetoj në njëjtin vend, më kanë, ofër i kam, për qatë që ko aty jena. Aty jeni ofër janë i tjetërit. Çka nuk toleron Davidi të një femën ose me një lidhje? Po, le të fillojmë këtu që më pëlqen dikush që është i sinqert, është besnike edhe tralltia normal. Gjithmonë do të më edhe kështu këtë si gjithë tjerë. Edhe dikush që më kupton, suporton edhe më ndihmon në profesionin edhe në jetën time, edhe si David, jo vetëm më lidh me Davidin si artist. Po. Dikush që më don edhe më respekton po rezerva dhe po le të themi po hile. Perfekt. A menon që ditën e sotit me kon artist ose artiste është pak e vështirë edhe me kriju një lidhje me dikon? Të pas parasysh që unë kam has me një intervistë se po mbjan me potencu Bardhin të veçënjet tashmë, artistin Bardhin, edhe që tha që ka kontrata në të cilat shkruhet që artisti nuk guxon me pas lidhje dashurie. Sa menon që janë të vërteta ato nga menaxhmenti që bëhen, edhe nëse do kish bëni kërkesë të tillë, çish kish e vepruar? Po, unë mendoj që sa janë të vërteta këto, 50% po, 50% jo, për mendimin tim, edhe pastaj edhe nëse janë 100% vërteta, unë mendoj që gjithkush ka drejtën e zgjedhjes vet, me jetu i lirë të si don çai pëlqen, me zgjedh ai vet, mos parit për vetveten. Është jeta e tij, jeta është dhurat, edhe mendoj që nuk ka drejt mos parit as familjas të afërmit nëse
të dojnë, nëse të respektojnë, e jo ma menaxhmenti ose muzika, me dikush i muzikës me të përzi në jetën personale private. Ato shumë gjëra intime dhe personale, unë kështu pak në i shoh edhe i mbroj ato pjesë të mijat. Edhe si ishte vazhdimësia. Ç'kishe vepru ti në momentin që tu kish kushtuar ashta jeta private për me qenë artist i suksesshëm ose me pas do koncerte pak më shumë. Sa ato çtu mvaren çtu sa. Po, është biznes. Do me thonë, kisha zgjedh që me vazhdu vetvetivu dhe kisha zgjedh familjen edhe njeriun që unë kam ndjenja dhe e dua dhe respektoj dhe kam zgjedh me kalu jetën me to, nuk mendoj që ka diçka të keqe këtu. Pastaj dikush le ta marrin si dojnë, nuk mundet dikush me tregu kur ka diçka konkrete mes dy personave, nuk ka shka mu përzi tretin ndoshta, e aq ma pak një menaxhment ose një menaxher ose dikush tjetër. Këto më duken marrëzi, këto më duken më shumë thashë themi për të bërë lajm ndoshta, se s'po du me paragjyku para kohë. Sa pastaj edhe vetë paragjykojmë, po nuk ju keni pa vetë që shumica artisteve dhe artistave edhe nëpër botë e mbajnë jetën personale dhe private fshehur për shkak punës të respublikës që kanë zgjedhur me bë dhe të mediumeve që spekulojnë edhe shtojnë edhe tridhojnë edhe no kafe neve gazetarë. Jo, nuk e kam. E kam shumë mirë edhe me gazetarët dhe me mediumet, seriozisht, edhe më respektojnë, por mendoj që duhet mas parit vetja ti vetë me koni kujdesshëm edhe me ditë çka don edhe me ditë ç'a bën edhe me ditën çfarë profesionit je. Ti do më thonë ki pas një bashkëpunim edhe me Ellinellin. Qysh erdhi deri te bashkëpunimi me Ellinellin? Unë Ellinellin tani edhe bëj thirrje publike Ellinellit me marrë një intervistë hala nuk më merr. Dakor. Rollën e ka Ellinelli, kush cilës ka mirë më drejtu. Që kjo është e jotja. Ellinell mos na shgënje. Publikisht. Në rregull, inshallah po na ngon. Ja dërgojmë linkun kur dalim. Se lojmë rahat. Nuk e lojnë rahat. Okej, çu shart deri te bashkëpunimi. Kena pas shkruar disa tekste së bashku, edhe pastaj pjesa e këngës normal unë si më i ri, si debutim më fresh në skenë, i thash kam një material muzikor nga Kriketi, se ai ka një bashkëpunim shumë ngushtë edhe të shëndetshëm me Kriketin si producent. Atë pëlqen si material, ai tha po, edhe normal që me ty do bashkëpunojmë se je këngëtar që din me kënu e zot non live-in edhe po më pëlqen edhe materiali edhe veç se kishim në raport shumë miqësor se kishim shkruar 3-4 tekste së bashku. Po, e vërtet. Kështu që kur e shkruaj një tekst me dikën të bjen deshte me bashkë më kon më afër, me aku të botën njëri tjetrit. Cili ka më kon bashkëpunimi i radhës, se vera tepër ngat edhe sigurt kimë pas ndaj bashkëpunim me një artist Kosovës, kështu që veç po e pres për cilin kimë thonë. Në rregull, nuk e di kur del intervista, se ndoshta s'është herët, po e them ekskluzivisht për ju se seriozisht kam marrë me shumë qejf, me kënaqësi, më kanë respektuar shumë. Do kem një emër shumë të madh, është prapë artisti i Kosovës. Ermal Feyzullahu. Dhe kanë një material shumë limonat, shumë komercial, shumë këngë bukur. Jo pse është e jora, po tepër e bukur ka dalë. Oh, super. A keni rikthyr diçka? Jo, është krejt këngë origjinale. Krejt nga O deri në Zh është. Kush e ka shkruajt, mos thuaj që e ke shkruajt ti. Jo. Jo, këtë këngë tekstin na vjen melodike ka shkruar një djalë i ri, i cili bashkëpunon prapë me studion e Kriketit. Unë kam shumë bashkëpunëtor të ngushtë, Kriketin e Llaj është i Plovës edhe i Gusis. Po. Kështu që të dy jena malësore, kena një botë një kimi të gati, po thuaj se të njëjtë, kuptojmë njëri tjetrin. Edhe Qysh ke bashkëpunimi me Ermalin, po më intereson. Gjërimet janë përfunduar, kënga është përfunduar. Këto 2-3 javë do lançohet, kështu që për këtë arsye edhe e thash. Okej. Le të shpërthejnë tash për torë dhe Lori. Hajde le thonë që Davide bashkëpunim me Ermalin, apo e ki të vështirë na është pjesën tonë ose një pjesë të refrenit, me sjell pak për neve? A më zbulu thu. Nuk e di. As mjafton jo çe thash me kënë kam. Te çu tani ishte më bu, për mua nuk është problem. Në rregull. Po kënoj pra një pjesë të refrenit, se kënga fillon
bashkë me një herë me refren. Është nga ato këngët që fillojnë me refrenin. S'muj me nejtun ty pat pa, edhe zonin pa tani, qysh na dy me unda, e me hup këtë dashni. Kuku, djem, pas kemi na shtim dhe. Qysh bre verës, kësi kong me na shtim me kajt. Po, me kajt në ritëm. Para edhe të këcy, edhe të kajt në të njëjtën kohë. Ku keni pa ju kështu? Të janë më të vështirat edhe më të... Po, e keni shprehi ju artistat verës, me na i rikthy këto ndarjet, aty ka pak kështu me na qit nërmen që hej, ka dalë se ti e da dikon. Për gëzime, për kongën, për duket tepër e bukur, inshallah mërzot edhe kjo ecë ashtu qysh mendoni ju dhe qysh do që sa ja keni punu për ta, çaq ju është për bleft. Kështu që shkoftë sa më mirë. Shumë faleminderit. Me thënë këtë zo, edhe shumë të bashkëpunu me artista që kënojnë nëpër darsma. Atë ka shku në Armenia me kënu ndarsëm. Ka shku me një. Më feju të ka shku me një, po me kënu ndarsëm jo. E krova kongën e ri. Jo, seriozisht, nuk e shoh veten në zhanrin popullor ose tallavo, kështu që as në darsma. Tarmës nuk i dihet kur, po nuk jam shumë modern, jam shumë po kam edhe lulet e vokalit i kam edhe ngjyrën e kam shumë të preme për një zhanër. Mendoj që do gjona janë të caktuar prej dikujt tjetër. Është ai nalt, që ti cakton, kështu që nuk mendoj që ndonjëherë shoh veten në dorë. Nai ato e pa kohëve të fundit është bosh kthyn fenomen po mdokës, që shumica artistave me hika pak edhe katallavaja. Qysh doket kjo, për shembull një artist i cili ka kënu R&B, ka kënu pop, besa dhe hip hop, ka pak e rap e kështu, edhe në fund me u kthy me kënu në muzikë të darsmave ose tallava. Qysh e sheni ju si artist, thjesht si kur artist, jo si David. Po, mendimi jam, pas im pyet, mendimi im si artist, si thotë edhe ju, është që nuk kam se mi aprish vetes imazhin ose karrierën që kanë ndërtuar me shumë zor, le të themi, plus në kohën edhe vitet kur kanë dalë artistat e tillë, sepse edhe kanë munden me jetu prej profesionit muzikës, edhe kanë pas sukses, edhe njerëzit i njohin, i duhin edhe jo këndojnë këngët, kështu që nuk mendoj që për pak lek më shumë, se po mbien me u shpreh pak më ashpër, me hyrë në një zhanër që ti nuk e ke bë kur, ose do në me bë për çështje financiare, e këte ja fut minus vetes krejt, ja fut shkelm diqysh, ashtu i bie krejt punës, njerëzës, mundimit, e kohës, energjisë që ke harxhu gjithë ato vite me ndërtu. Nuk e shoh etike. Edhe nuk e di, po shkoj edhe unë se kështu është afun. Po shkoj edhe unë se ka shku edhe tjetri ose tjetra. Por jo, unë mendoj që është me të lindun pjesa e darsmave dhe tallavos, do të kesh talentin, do të kesh ato trillerat, që janë disa artista caktuar që e bëjnë më së miri në botë atë pjesë dhe atë zhanër, kështu që t'ja u lajm atyre, edhe ti bëje pjesën tënde, siç je identifikuar dhe siç kanë njoftë dhe dash njerëzit. Po. Edhe qëndro aty në shtratin tënd, le të themi kështu. Cili është në një artist që kishe dash me pas një bashkëpunim me to? Që nështë ka herë ke ndru, ka herë, se s'mund është nështë me më kuptu fjallën ka herë. Jo, e kuptoj gjitha. Po më ti? I kuptoj. Okej. Të dyja termët i kuptoj. Shqiptar apo i huaj? Çfarë do? Kush do që te e ki ondër, ose tash më lehtësove pak. Shumë më pëlqen jo vetëm se është shqiptare Dua Lipa. Më pëlqen shumë guximshmëria e saj, edhe më pëlqen shumë ndryshueshmëria që bën në eksperimentet që eksperimenton. Edhe me të mendoj që na ishin përshtat vokale shumë. Ose nëse hym ka muzika klasike, se un kam studiuar edhe për opera, Andrea Bocelli. Okej. Është një zë angjëllor. Kështu që i paske të më thonë, veç kur të vjen momenti, veç kur të shohim Davidin. I hope so. Kismet, kur punon njëri asa dhe vetë, kur don diçka dhe kur punon, pa dyshim që mund të shme arrit atje. Kështu që na veç arritëm të fundi, nuk e di nëse të kom bet diçka bërsh, përsoj që nuk të kom bet diçka bërsh me të pyet. Nëse po, atëherë e ki hapësirën tonë dhe lirësh mundësh. Jo, mendoj që ndoshta veç u përgjigja pak fola më shumë. Jo. S'ki folë më shumë hiç. U bëra pak i acarueshëm për ndoshta për publikun, po më pëlqen me kon transparent edhe i sinqert, kështu që
Faleminderit shumë edhe një për ftesën. Faleminderit ty për kohën që Ishte e ke ndo. kënaqësi. Shumë faleminderit për teje. Kështu që unë po do më të lëm ty me përmbyll emisionin me një këngë, çfarë që ti don. Prap me knu. Po, gjithçysh, me knu pak ma gat. Kështu që unë po ju tham natën e mirë krejt tyne që janë të na shikolla që na ndajtën kohë për neve deri këto. E tani mandej ta liroj ty hapësirën edhe këndo ti çka ti dush. Okej? Dakord. Në rregull. Kështu që miq të gazetës Demos, kaq kishim nga unë, e Davidi ja u përmbyll që është mas mirë këtë javë, kështu që natën e mirë shihemi të shtunën e ardhshme. Po më thojnë e kalume, ama mu po më rinë men, a thu ka në shkrume, a e shkrum na dy vet, me fjallu betumna, për gjithmonë bashk me nejt, veç kohën ma hupe, a sigur ta dia, ta dia, a sigur ta dia, s'do flisja me ty, a sigur ta dia, ta dia, a sigur ta dia, s'do flisja me ty. Besoj mjafton. Faleminderit shumë. Tupo. Tupo.